Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Për 24 orë, do të vi një surprizë e madhe. Pra brenda 24 orëve, që do të vi një surprizë e madhe. Një surprizë e pa pritur për 24 orë. Personi juaj zemrës është një person pak egoist, por inteligjent dhe shumë i zgjuar. Brenda 24 orëve, ky person do t'ju bëj këtë surprizë. Ky pëllum i pahjes në këtë kup të argjend do t'ju sjell një lajm të befasishëm, të papritur, që do t'ju lumturoj, do t'ju befasoj, do t'ju transformoj jetën tuaj. Pra, ky është lajmi i befasishëm i papritur, që do t'ju surprizoj brenda 24 orëve. Ky po lufton fort, është një person i fokusuar shumë tek bolloku, te monedha, dhe do t'ju befasoj. Ka probleme dhe ky, ulje ngritje në jetë, ka qenë pak i mërzitur, por shumë i sinqert me ty. Është një person shumë i sinqert me ty. Keni një lidhje të fortë dhe shumë në baza të sinqeritetit. Në këtë kup të argjend, personi do t'ju bëj këtë surprizë dhe këtë mrekulli, këtë gjë të mrekullueshme në prërin tuaj, ku je mbretëresha e kupës, që do të vi kjo surprizë, ky lajm për 24 orë, i befasishëm, që do t'ju lumturoj. Me kë rezonon, me kë shenjë të horoskopit, ky lajm brenda 24 orëve që do t'ju vi, me Shigjetarin, me Ujorin, me Peshoren, me Ligjëreshën, me Denin, me Peshqit, me Akrepin dhe me Bricjapin. Kurse me Gërma mund të rezonoj me Gërmën L, me Gërmën R, Gërmën Y, me Gërmën Zh, M, me Gërmën H, N, G, U, P, A, Z, Z dhe Gërmën R. Faleminderit shumë, miqtë e mi.